Autorët e teksteve shkollore kanë pohuar qartë se sistemi Alterteksit ka dështuar pasi ka funksionuar në bazë të interesave dhe lidhjeve politike gjatë këtyre viteve dhe jo mbi bazën e cilësisë, duke bërë eksperimente me nxënësit. Në një tyrezë të mbledhur nga Ministri i Arsimit Lindita Nikolla, është pohuar se shkollat kanë zgjedhur jo pak herë tekstin më të keq. Procesi përzgjedhjes jo gjithmonë ka qenë me cilësinë dhe ka qenë një mendim profesionist, por shpeshherë ka zgjedhur drejtori i drejtorisë arsimore, ka zgjedhur këshilltari apo ka zgjedhur përfaqësues tjerë të Ministrisë Arsimit. Tekstet tona nuk u eksperimentuan asnjëherë. Duhet të bëhet verifikimi se cili ka qenë teksti që ka fituar me më shumë pikë dhe ai tekst duhet të jetë teksti bazë në shkollë. Kurrikula ka nevojë të përmirësohet. Kornizat kurrikulare ka nevojë të përmirësohen. Ato nuk mund të bëhen nga një dhe nga dy vetë. Për mendimin tim ato duhet bëhen nga një grup autorësh të cilët mblidhen, punojnë së bashku, e shikojnë programin që nga klasa e parë e deri në vitin e 12 gjimnazit, sepse është një vazhdimsi. Ndodh që shpesh vihemi në vështirësi që një tekst i një viti është gati i njëjtë në vitin paraardhës. Dhe kjo nuk është një gjë normale. O një tekst i vetëm shumë i mirë në qoftë se nuk kemi mundësi të bëjmë disa shumë të mirë, të mbledhim më të mirët e ta bëjmë një tekst shumë të mirë, të shkruar e të realizuar mirë, të shkruar shqip dhe shqiptarisht. Sepse ka ndodhur që me një program janë bërë 10 tekste, tekstet kanë parë njëri tjetrin dhe nuk kanë sjellë asnjë risi. Nuk duhet na haj kaq shumë meraku se çfarë do të bëjnë shtëpitë botuese, a do u sigurojmë tregun e shitjes shumë shtëpive botuese, të cilat shpesh për lidhjet që kanë me politikën bëjnë një lidhje të shkurtër. Dhe e kemi parë në shumë raste, por ne duhet na shqetësoj niveli i tekstit dhe jo puna për shtëpitë botuese. Plot 315 milion lek Ministria e Arsimit i shpenzon çdo vit për kompensimin e teksteve për arsimin parauniversitar dhe për shtresat në nevojë. Ministri i Arsimit do të ndryshojë këtë skemë duke e nisur së pari me ndryshimin dhe përmirësimin e kurrikulave.